Cila ka rrezet e veprimit deri në 6 kilometra. Po shumë, ka përpësit. Njësia manovruse. Sulmin armikët. Se që edhe mund të shihni, elementi i mbështetjes në zjarë të kapabi nuk do të nalë zjarën, ndërsa elementi me zjarë duke i lejuar elementit të sulmit që të vazhdoj të krye krahmarrjen me sukses, të mbuluar avancimin e tyre në drejtim të objektivit. Sistemi antitank 66 mm. Pasi pranojmë informata nga snajperët për lokacionin e armikut, atëherë do të aktivizohen mortajat 120 mm për të goditur. I cili ka rrezë veprimit dhe saktësi deri në 200 metra, duke penetruar me automjetet e penduara edhe shpërtim të brendshëm që të shkatroj objektivin. Elementet e komandës së logjistikës do të afrohen deri në një pikë të cilën e kanë caktuar bashkërisht me elementet e forcës për detyrë, ku do të vendosin një pikë të rifurnizimit logjistik. Për arsye të sigurisë, ata edhe hedhin granata thymuese në mënyrë që të kamuflojnë zonën se ku do të bëhet takimi dhe pranim dorëzimi e pajisjeve